Vlerësim për veten, ore. Vlerësim për veten. Njeriu duhet të vlerësoj veten e vet, jo të tregohet arrogant, jo të tregohet egoist, ama duhet të ketë vetë vlerësim. Po duhet të ketë vetë vlerësim, qysh të puthësh dheun ku shkeli Kanye Westi, sa e shkeli këpucë Kanye Westit. Po ka të blesh çorapin e Kanye Westit se e ka veshur Kanye Westi, e ti marrë sherë, kemës ati. Ore, këto janë vetë përmendjet smura. Mendjet e smura, por i duan këto gjëra. I duan ose mendjet e smura duan dhe orgjira. Ka edhe mendjet e smura që nuk i hipën dot gruas vet ai edhe paguan njërin që t'i hipi gruas edhe ai rri e shikon. Po është degenerim. Është degenerim total. Dhe ç'a mund të prisni ju? Ç'a mund të prisni ju nga një që ne kemi në krye të vendit, që e quajmë krye ministër, që gruan që kishte ai e ka marrë ministri, gruan që kishte ministri e ka marrë kryeministri, ka ndërruar gratë ata. Dhe ulen tavolinë bashk. Ç'a prisni me? Ç'a doni me? Ç'a prisni me? Dhe mërziteni ju nga motërshtraker këtu, që qa nuk bëjnë dhe qa nuk thonë dhe prap janë me njëri tjetrin, vetëm për t'ju futur juve në rreth, që të jini aty ndjeksa, audiencë. Qa prisni me ju? Qa prisni me ju? Por e po, Rama me Blendi Çuçin kanë ndërruar gratë. Dhe rrim tavolino me njëri tjetrin, no, tender. Qa prisni me? Zëmërojeni ju se qa ndodh këtu në TikTok? Mërziteni ju dhe thoni ju, ua qa bëri ky, qa bëri ai? Akoma se kuptoni, ua themun, tallin kari me ju, me publikun. Juve u shikojnë si numra. Dhe ua do puna, që të rinë qik, e kupton, kush jam unë. Ua do puna, ore, ua do puna. U shikojnë si numra, edhe ju, vazhdoni programin e lajkut, e komendit, ua ky, ua kjo, ua i, ua jo. E kuptoni apo jo, ore? Kështu ju shikojnë. Të paktën ju, dhe unë bashkë me ju, por le t'i shikojmë si njerëz të degeneruar. Mos t'i shikojmë si shembull për t'u ndjekur për t'u berë. Miser dhe Arif. Por t'i shikojmë si njerëz të degeneruar, si shembull i keq. Se çdo njeri shërben, o për shembull të mirë, o për shembull të keq. Ma kur dikush është i degeneruar, është i degeneruar. Le të ketë sa të doj lekëra. Po i ra bythës ai, si Antoni Liriani, le të ketë lekë sa të doj ai. Marim shembuj, mos përmesim emra kështu, të vegjël TikTok. Emra njerëz që i njihni të gjithë. Po i ra bythës, jo miliona euro të ketë, po bilion. Është prap bilioner që i bie me nder bythës. Pra, kjo është. Kështu që nuk të ben leku, të ben njerë sedra, të ben njerë fytyra, të ben njerë karakteri, të ben njerë morali, të ben familja. Pasandaj, leku është i fundit fare. Leku është i fundit, është aksesor. Leku është aksesor. Po është i fundit. Puna është qysh e ke bërë atë lekuna. Po e ke bërë duke i rënë bythës. Je thjesht një që i bje bythës me lek, kaq. Po e ke bërë ato lek duke u lëpir. Je thjesht një person që je lëpir, je një gojors i vogël apo e vogël. Po ka ardhur çdo i parë dhe çdo i zio. E ka thënë, hajde të mbarojmë çik punë se jam për rrugë, jam për tikur. Do ikin ndërtima, ku t'i gjau. E kupton? Kështu që po i bërë me mashtrime duke ja futur halle xhinjve apo se të mendosh reçuna se ka shumë edhe mashtruesa. Po të mendosh. Uloni auto, të mendosh. Dhe të duket vetja i zgjuar se ja fut një halle xhiu, është një lloj si të shikosh njerin që po lypte rruga, i ka lekët aty tek ajo kanaçja, po është invalid ai, nuk i ka këmbët. Edhe ti ja merr, edhe breth me vrap. Ja merr, edhe breth me vrap. Po alti o bë. Ja merr edhe breth me vrap.
edhe thuaj sa i shkathët dhe i shpejt që jam. Po kujt jam more? Dhe ti që ma shtron. Po kë po ma shtronë? Ndoshta po ma shtron një person që nuk duhet ma shtruar. Ndoshta po ma shtron një krye familjar që është në pikë të hallit. Ndoshta po gënjen një person që nuk duhet gënjur ose s'dihet ku e ka hallin i shkretjere. Dhe shumë gjëra në rëndom ndodhin këtu në TikTok. Por është fundi. Është fundi. Alteo bëje pyetjen. Bëje pyetjen se më tha të bëj një pyetje, mund ta bësh pyetjen vetëm inshallah të dali këtu. Uroj të jetë pyetje serioze. Ose bëj pim prap të zuri, nëse se shoh. Se po ta kesh pyetje tamam, do t'ja përgjigje tamam. Kështu çuna mos u habisni në TikTok, la djali. Djali si djali e çuna ma. Qa prisin na djali u djali, atë pun ka, atë Terezi ka. Djali është e puna i ka ren. Kur kishte fam me merrnin telefon, tani s'ka fam, nuk e llogarit njëri fare, ekziston as ekziston, jeton apo s'jeton, merr frym apo s'merr frym. TikToku ma çdon akoma ta ketë me një person tjetër që i ndajnë lekët bashk. Normë shoqërore nuk ka. S'ka norma shoqërore, fare. Norma shoqërore i ka zero, nuk di të respektoj. Respekt për veten, po ti themi në gjërat, ashtu siç janë. Ai s'ka respekt për veten njëherë. Ai nuk ka vlerësim për veten. E kupton? Ati i thot tjetri se ti e varikarin, ai vetë prap. E i thot ai të puth pak. Ai thot Igora, pështyn surrat. Ti e fshin, edhe thoj jo, vetë prap. Qa të flasme? Është gabim që i mërzitemi ne. Qa ti mërzitesh kot? Për qa ti mërzitesh? Është gabim, e kupton. Djali është si punë e asaja kur a di si shpunë e djalit. Ka disa njerëz që në disa momente në jetë ka ndonjë raport shoqëror ose në një raport marrëdhënie, edhe si na një djalë për shembull që zën një femër, edhe i duket sikur e ka zënë ky do ta ketë për gjithë jetën. E kupton si doj ky, e thorrë si doj ky. Po vjen një moment i thot stop ajo, oje. Edhe ikën, e kupton. Djali i quan ca gjëra në grupin shoqëror, i quan si të garantuara, si të fituara, sikur e ka fituar respektin djali dhe nuk humbet kur pavarësisht se çfarë thot. E kupton. Djali bën gabime pafund. Po djali është i padëmshëm. Djali të paktën ka disa gjëra që mban një natë, për shembull, me ndonjë person caktuar, apo ka disa gjëra që tregohet që kanë çik gjoja sebdër, e kupton kështu. Po ka këtu në TikTok, o zot. O zot, më mbaj mendjen, mos i marr ndonjë ditë me emra kështu këta me listë edhe t'u jap karakteristikën çati pash janë. O zot i madh, mos, se po ja dash karakteristikën do ja jap bazuar në argumenta. Se ndryshe ja ulet pjacën djalit tot, ja bëre gol 4+. Ja. Ka marr atë që meriton. Ure gjithë secili këtu merr atë që meriton, ore. Gjithë secili në këtë rrjet social dhe në çdo lloj rrjeti merr atë çka meriton. Ta keni sigurt. Dhe një gjë duhet ta dini, ai leku i shpejt, që vjen i shpejt, mua çanofre do më veshtot me argument. Ja Dubai, erdhi Dubai, më raf pika mua zot. E njini Dubai një? Është nuse djal. Mashallah është. Më raf pika mua. Ja, do më ku ka pas fan Klevisit thot, ti ke qenë fan si ti, thot ky, në komente. O Germera, po një gjë duhet ta dish ti. Varet se si e ke famën dhe çfarë famë e ke, ore, po të flas shqipun. E kupton? Jo, ta dish ti, lere këtë Germerën, lere. Hiqa këtë, lere. Lere se ky është një ka goxha djalë.
Tani, në momentin kur djali, se ti nuk e dire, po do ta them unë, se nuk ta kam thënë, as ty, edhe as, po me qenë se ti Germera po thoj, që rrihet e komentet, unë nuk rria te komentet, o djali, po unë kam qenë ai që i gjuaja Klevisit të fitonte lojrat, dhe unë kam qenë ai që i kam vajtur te shtëpia Klevisit për ta ndihmuar, dakord? Dhe ajo pjesa që ti i thuaj fam në ç'kuptim, hiqa mjutin në Geri tëre. Fam, çfarë fame? Fam si boksier vlla? Ku i ka lojrat e boksit? Ka fam dikush tjetër si këngëtar? Ka këngë. Ka fam dikush tjetër si burr i mirë, mbase mund të jetë burr i mirë. Ka fam dikush tjetër si, ku di gjë unë valla, shahist, mund të jetë shahist. Ku ti thua fam ti? Se s'po kuptoj unë. Çfarë fame? Se fama është e ndryshme. Hiqa njëri mutin valla, se koment bërire. Çfarë fame valla? Se unë për veten time kur është bërë TikToku, shif komentet, po nuk ka dalë realti jo, sinqerisht nuk ka dalë. Vetëm kjo shif komentet doli. Tani, unë nuk e them që nuk e njohin. E njohin atë, shumë të tjerë. Mua nuk më njeh njeri. Për shembull, po të pyesh njëri në televizor, mua s'më njeh. Po të pyesh Levizit që e njohin. E kupton? Sepse ka dalë në televizion. Shumë bukur. Tani, ideja është këture, vlla. A pati fam? Po. A e përdori famën? Po. Si e përdori? Si po e përdor? A e po e përdor për vete? A po e përdorin tjerët? A bëri diçka për veten e tij? Ore ti mund të kesh zanatore. Hidraulik. Po te shtëpia jote, për shembull, pikon gjithandej. Ti mund të kesh zanator, elektricist. Po te shtëpia jote të zëkorendi. Ti mund të kesh zanatore, guzhinjer, ku di gjaun. Po kur ha për vete, helmohesh vete në spital. E kuptona? Tani, a ja hoqët mutin Gerit apo jo? Hiqane, si e kishte emrin. Hiqani mutin, o vlla. Hiqa të komentojo. Ja hoqët mutin. Atere, çfarë është fama? Ne kemi pasur këtu jam. Ja re vlla, bëjmë diskutim. Ne kemi pasur këtu dhe ka akomare. Njerëz që kanë thënë që unë jam besimtar i krishterë. Ka mbaruar me krishtërimin, ka filluar unë jam besimtar musliman. Duke pirë drog, duke lozur bixhos, duke mos pasur moral në familje. Tani, a është fam? Apo qa është? Apo është degenerim? Apo është mashtrim? Ore nuk po flas për X person në fjalore, po flas në përgjithësiore. Si i bje? Ma thuaj ti tani vlla. Ma thuaj jo, si i bje? A është fam që tu lëshohesh femrave të TikTokut duke shfrytzuar lekun e duke i shkërdhyer në për hotelet e Europës me burra e pa pasur asnjë lloj, vetëm se ke lek? A është fam kjo? Se unë për veten time reçuna. Unë që janë qa burri më i poshtër, në qoftë se flas me një femër që ka burr, që janë qa më i poshtri, në qoftë se unë i bëj një koment apo një mesazh një femre që ka burr. A është fam? I thoni një njeriu që ka fam, që bën gjëra të tilla? Se unë si them fama. Për mua nuk është me fama ai lloj personi. Për mua është thjesht një njeri i degeneruar. Ai lloj personi. Apo ai lloj personi që shitet si besimtar. Jo. Nuk është fam të shitesh si besimtar në krau tjetër t'ia fush me drog e me alkoolore. E të bësh orgjira. Është thjesht hedhje, me fjalë është thjesht shitja e vetes si një person tjetër dhe je një person tjetër. Kështu që
Prandaj Reger, a e ka përdorur famën si duhet? X apo Y, apo tjetri? Dhe a kanë qenë ata persona ashtu si që janë hequr TikTok? Këtu janë hequr njerëz si bosa, reo çuna. Ju janë, po ti gënjeh ky apo gënjehesh? Kjo ishte pyetja. Tani, unë për veten time jam munduar që të tregojmë gjatë gjithë kohës sa më realist. Dhe unë për veten time dhe çuna, hallet e mia, punët e mia, problemet e mia, kush jeton në Island i di. Ka shqiptar këtu, sa duash. Mi din hallet, punët, problemet, situatat, gjërat, sa duash. Ama, unë kam në TikTok që në fillimet e ati zotit Qela, që ti po thua gjerë, që në fillimet e TikTokut, kam luajtur kur kam qenë në Berat, kam luajtur diku tek 1 muaj, e kam lënë TikTokun, vetëm për arsye sepse një djalë me emrin Artur, 1998 më duket, më tha, më ndihmotha të karikoja adresën, më kishte nisur kartën e bankës, po Sedra se mu duk sikur po mashtroja njerëz, po haja lekët shokëve nëpërmjet TikTokut. Unë hyja live ata mitin lekët e bankave. Edhe thash dalë. E kuptoni apo jo? Edhe Sedra, nuk më la Sedra. Se a mos janë më të zgjuar këta, mos t'i marr me emra. A mos janë më të zgjuar, këta s'din të lexojnë. Nuk din të lexojnë, nuk din të shkruajnë, keni parë ju? Nuk din të lexojnë. Të lexojnë shqipëre. Ore visi, mua ti dhe shumë të tjerë më vini anash. Dakord? Ore nuk din të lidhin dy fjalë. Nuk din të lexojnë shqip. Nuk din të shkruajnë shqip. Bolto shikoni statuset, ç'a hedhin ndonjëherë. Nuk din të lexojnë, nëse ka rastisur ndonjëherë, nuk din të lexojnë. S'din të lexojnë në shqipëre, shqip. Nuk din numrat të mbledhin të zbresin. Ama din të manipulojnë. Për manipulator janë njësha për manipulim. Kam lozur edhe unë TikTok. Ama edhe kam gjuajtur në TikTok. Kam bërë lojra të mëdha. Po ato 2-3 lojra që kam bërë me lekët e mia. Arsyeja ka qenë e thjeshtë. Sepse nuk kam dashur kurrë dhe nuk kam marrë kurrë një shok telefon që t'i them valla u kam lojë sot TikTok. Si bie. Gjithë secili tregon veten këtu në këtë rrjet social. Madje e vetmja gjë që mua më ka ngelur peng, si peng në vetvete, duke qenë i pastër 1 miliard%, ka qenë koha kur mua kërryen sepse desha të ndihmoja dhe të bëja mirë. Dhe kam ndihmuar. Dhe nuk u azën në gojë kurrë, asnjë lloj personi, por ama më pan këta lumrat e TikTokut si një person që dale se duhet ta bëjmë si vetja, edhe mu lëshuan. Dhe atë situat unë nuk e kam menaxhuar si duhet. Vetëm atë situat. Arsyeja ka qenë sepse unë isha i pa informuar se si funksionon rrjeti social. Aty ka qenë e vetmja situatë që unë kam dalë nga vetja. Kam dalë nga vetja sepse ishte një presion shumë i madh që ushtrua kundra meje, ndërkohë që në krau tjetër çdo gjë ka qenë planifikuar, ta nxjerrim edhe këtë fytyrën e re që doli në TikTok keq, ta nxjerrim edhe këtë sikur ka vjedhur, ta nxjerrim edhe këtë sikur e ka bërë këtë